ngurkon edhe po del që e ka bo gabim. E atë, të vota më sheft, se ke tendenca për vota më sheft? Po tash, besoj që me vetë... Se fillun djem, ashtu një konspiracione, jo një deputet, jo filoni, mi po sonirin ka shumë mesazhe, jo filoni pe voton, jo filoni s'pe voton, jo në marrë me filoni, ja kanë donë filoni cikas, ja kanë përtu mja bo grun minister filonit, dhe mund shtojnë mesazhet të... Tash fidan të ekip, nëse ka bëj 5 musafir për enda javës. Po, unë kam qenë para 7-8 jave. Po, para një mujës. Me njerë pas zjedhive. Nëse të kujtuat, kam thonë atëherë, varët, so ka vullnet politik, Albin Kurti me konstruku vendin, me formu qeverin. Vullneti politik në nënkupton që partia në pushtet, në momentin që fiton, pritet e qytetarit, pritet e se cilit votuzër që ti jeni lider, e cili e gjenë mënyrën, i afron parti tjera politike për me ortërit e konsensus, për me formu qeverin. Vota më sheft. Që është duhet në bas takimit me... Po tash, do të thot, me vetë faktin që Albin Haxhiu dështoj nëse ka bëj 5-6 hera, po? Edhe pritje të ishin që nuk ka vot nga opozita, nga askush për me votu për me pas 61 vota. Tash, kur një dështimi til është vazhdimësi, unë besoj që partia në pushtet bëri përpjekje me nru pak këto, edhe me shmendo përgjithsin të parti tjera. Jo rastësisht kryeministri Kurti thiri PDK-n, LDK-n, mirë që PDK shkoj dhe një familje do të thotë në takim me kryeministrin Kurtin, po që nuk pati marrëveshje politike. Pat akuzas që vota më sheft ardhë për shkak marrëveshjeve ose asoj që konsiderohet kontrabandimi deputet ose blerje votës. Tash fitan po dole të thotë çështjet e blerjes të votës apo ka të bëj mbi përgjithësi, se tash me mojnë në sheft është një përgjithësi të partit politike që do me zbllokon smerë dhe është kjo farpunë edhe grajer. Unë na me fol vota fshet a është në pajtim me transparencën në llogaridhënien e deputetit kuptime qytetari, nuk është. Sepse qytetari, unë nëse kom votu 10 kandidat për deputet, nëse një 2, 3, 4 jenë në atë kuvend, unë e pres që ai për kanë po votën që po votën. Nëse bëhet në mënyrë të fshet, unë nuk e di që ka votu, dhe nuk puna me mojtë përgjes nesër mas 3-4 vjetë, mas sot ma në zjedhet. Tjetra, tash ne po deqojmë shumë konspiracione. Konspiracion se 5 deputet Lizë Serbe kanë me votu. 2 deputet të LDK-s, 1 i PDK-s. Tash, na këtu përflasim të tëtë konspiracion. Tash, unë s'kam fakte, s'kam argumente, idenë se kam, se si kanë me votu ata. Po kërkesa përsa ta po du më në altëzimisa, kërkesa për muzejnë me votë fshet. Tash, mënyra për shembull që nëse me të vërtet vetëvendosja, do me po qeverin, vetëvendosja do me konstruu kuvendin, mënyra më e mirë me bleni deputet është kjo formë. Do thotë, nëse bleni deputet, atëherë do të thotë kur të votojnë 110 vetë me votë fshet, nuk e din kush ka votu. Kështu që do të thotë, nëse një deputet i cili po dënë me votu Albin Haxhiu, një partive opozitare, nuk mundet hapur se kryqëzohet nga partia që vjen, me votë fshet, se e bën edhe... E sa rumë këtë pjesë? So kjo demokratike, besoj që fare s'ka lidhje me të bëjmë me demokratisë. Kuvendi është majna shtet parlamentar dhe i zhjetë vetë dhe kërkon t'i përgjithësit ajo. Kele me kuptu e shtrove shumë një si temë, sa orë demokratike votimin kuvendit deputetit të poplit me votum shef për një çështje të caktuar. Te çështja e kryeministrit të Lizit që e ka bo, tash du t'mja bo të qartë qytetarës që pozicioni sot, polemikat që pëndodhin sot është pikërisht Lizit që ka miratu qeveria e zotit Kurti, ku tash jëmë shtil kretë situatat, kryeministri ndërtyrë dhe puna e deputetit. Apo bën shkelje e zotit Kurti, me Lizin cilën e ka implementu vetë, të qenë edhe deputet, edhe kryeministri ndërtyrë, edhe është hapsin, se na dim që apo ndodhë me qeverisë në hoti. Por një deputet që ka pas një akt akuz, u konsideru si qeverie palisshme, nuk ishin numrat e mjaftueshme, edhe kjo flet shumë nëse zotin Kurti mujnë me shit jashtë parlamentit, për shkak shkeljes kushtetuese. Tash, për shembull, nëse më vet, a shkeli ligjit? Po, shkeli ligjit, sepse është ligjit që kanë miratu vetë, e thotë çka është papajtueshmëria me qenë deputet, kryeministër, ministër. Do thotë është kundërshtim i ligjit. Po nëse më vet si jurist, nëse unë isha kon prokuror, unë e këshyri kushtetutën. Tash edhe kur keni qeveri, edhe kur keni kuvend që harton një ligj kundërshtim me frymën e kushtetutës, për mu vlen kushtetuta. Do thotë, në aspektin kushtetues zoti Kurti ka drejt, po Milizin që e ka bo vetë po shkel një liz. Në aspektin kushtetues ka drejt. Po Milizin që e ka bo vetë? Do thotë, njerëz që kanë hartuar atë ligj, që s'kanë dëgju kërkan, do thotë, e kanë prunë penal ku sot mund është me argumentu që përshkel ligjin, sepse nuk muna me thonë që s'përshkel ligjin, sepse është kundërshtim me ligjin. Çka ndodh në aspektin institucional kur dikush e shkel ligjin, për shembull, këtë rast? A vetëm konsiderohet që e shkel ligjin edhe fillon mbaron çatu? Tash këto situata, do të thotë nuk është Kosova vend i vetëm, e themi vazhdimisht. Vazhdimisht, po. Shkelja kushtetutës nga deputetet, nga qeveria, nga institucionet publike është normale, nuk është jo normale. Sepse për këtë është gjykata kushtetuese, për këtë është
parimi ankesës, për këtë është parimi mbrojtjes së lishmërisë, mbrojtjes kushtetueshmërisë. Po tash, nëse keni qeverie cila vazhdimisht